أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Falënderimet tona absolute I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, Zotit të botrave, krijuesit të gjithësisë. Përshëndetjet e Allahu xhalla xjalaluhu dhe mëshira e tij dhe bekimet e tij qofshin mbi më të mirë dhe zotërinë e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi gjithë ata që të ndjekën rrugën e tij më të mirë deri në ditën e Kiametit. Vazhdojmë me lejen e Allahu xhalla wala në vargën e ligjëratave mbi akiden dhe besimin e muslimanit. Musliman duke përfshije edhe imanin, edhe islamin, edhe ihsanin të cilin ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para se me hinë në temë, si zakon I çdo parathanit të ligjëratave, mbi rëndësinë e mësimit të fesë Allahu xhalla wala. Nga Ebi Hurajra radhiyallahu an, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol për ngjarjet apo kohën para Kiametit. Hadithin e kanë nxjerrë Imam Muslimi dhe Imam Buhariu në dy sahihat e tyre, se alayhi salatu wassalam ka thënë tadhharu al-fitan, do të shfaqen fitnat, tadhharu al-fitan wa yakthuru al-harju, do të shtohet vrasja, wa yuqbadu al-ilmu, do të mirët ilmi. Kjo është hadithin që ka transmetuar Imam Muslimi dhe Imam Buhariu në dy sahihat e tyre. Dhe kjo hadith është tejet I rëndësishëm për me nai pasqyrue dhe me nai ilustrue gjendjen në cilën neve jetojna. Do me thonë, pejgamberi alayhi salatu wassalam I ka lidh ditë të këqija me mungesën e një sendit. Katastrofat e mëdha I ka lidh me mungesën dhe mos prezencën e diçkait e cila nëse ekziston I ruan që mos ndodhen këto dy tjera, e nëse mirët atar këto të dhja ndodhen. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hadith thot yuqbadul ilm, mirët dhe tërhiqet ilmi. Tërhiqet ilmi. Do me thonë Allahu e merr ilmin, e merr gradualisht në mënyrë të shkallëzuar për njerëzve. Dhe mbetet diçka që ka quhet ilm, ajo nuk është ilm. Hadithin tjetër të cilën transmetojnë në Sunen Imam Ahmedi, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë nuk bëhet Kiameti derisa të përhapet shkrimi. E dietar kanë thënë kjo hadith me këtë tjetrin ka ndërlidhje. E para prej ndërlidhjeve është se ty di hadithet flasin për ditën e Kiametit, po për shenjat e Kiametit. Nuk ndodh Kiameti pa u bërë çdo sene. Dhe ne I besojmë se pa ndodh këto, Kiameti nuk ndodh. Në këto dy hadithe ka një pasqyrim tejet të hollësishëm për gjendjen që kanë jetojna. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, nuk bëhet Kiameti pa u shpërnda shkrimi. Kanë me shkruajt njerëzit më të madhe. Dhe a lejo tash na me e komentu këta, dhe kjo është për ijtihadit, se kjo është për rrjeteve sociale dhe shoqërore që njerëzit vazhdimisht shkruajnë, Facebook, Twitter, e kështu me radhë prej rrjeteve të shumta, ti shef se ka shkrime gjigante, vazhdimisht. Në çdo sekond ki diçka të re, e cila I përkatësohet ilmit. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam do të mirët ilmi dhe mbetet shkrimi. Do me thonë, do të mbetet diçka që e shifët si ilm, ajo nuk është ilm. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka lidhur këtë hadith se ku të mirët ilmi shfaqen fitnët. E fitnja çka? Fitnja ka shumë kuptime. E para prej tyre dhe më e rrezikshme është mos me mujt me dallu të vërtetën prej të pavërtetës. Kjo më e madhe. Të gjitha fitnët janë më të lehta
se sa mos me mujt me dallu të vërtetën nga e pavërteta. Andaj Allahu xhallahu ala ka thënë in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Nëse i keni frikë Allahu xhallahu ala, Allahu ju jap juve furqan, që është shumë e rëndësishëm. Furqani, ilmi, me pas ilm me ndallue, kjo është batil, kjo është e vërtet, kjo është hak, kjo është batil. E kështu me radhë, njerëzve ju mungon ke ilm. Pse? Se është përhap shkrimi i cili mendohet se është ilm. Dhe ti e shef se edhe ndoshta ato që përkatësohen tek dia nuk e kanë dijen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe hadithi dhe ajeti është sendi më i papërmendur tek ata. Pse? Sepse janë të angazhuar me shkrime. Janë të angazhuar me shkrime. Në këtë hadith pejgamberi alayhi salatu wasallam na e vën të qartë se njeriu duhet me pas kujdes ta dallojë ilmin e vërtet nga ajo që ka quhet ilm. Shumë duhet me pas kujdes, mu kanë me katërsi, se do këtë diçka se ilm, po nuk është ilm, dhe ata ditën e gjykimit e merr vesh. Tu nëse nuk mundesh me marrë vesh, e kupton ditën e gjykimit se unë pas kam qenë i mashtruar me fasada dhe jo me thelbe. Pas kam marrë me thelb, me diçka që ka quhet bazament, fundament, po kanë mashtruar prej fasadës. Se shikone, njeriu mundet atje në rrjete sociale me paraqit vetën luan të dijes, kolos të dijes, dhe kur të takojsh ti nuk di dy fjalë me të rëndit. Pse? Sa e ka marrë ati, e kopjan këtu, e nxjerr ati, dhe ti thu ki ilm mashallah ka. Kur takohesh me ta, ai nuk din dy fjalimi lidh. Dhe kjo është ajo çka përhapet shkrimi dhe mirët dia. Dia është në ajo çka bartet në gjoks, sepse Allahu xhallahu ala e ka përmendur në Kur'an se dijen e bartin në gjoks. Ata të zot e bartin dijen në gjoks. Andaj dhe dietarët e selefit kanë thënë, ajo dije çka s'vjen me ti në nevojtore, Allahu ju nderoft, ajo nuk është dije. Ajo nuk është dije. Nëse ti nuk e ke me veti dijen, ka do që të shkosh, ajo nuk është dije. Ku të nalet rryma, nëse të mbaron dija jote, s'ki dije. Nëse s'munësh me qel Facebookin, edhe ti s'munësh me dëshmu që i dishëm, ti nuk ki dije. Dijen duhet njeriu me vërtetu dhe me skalit dhe me ngulit në shpirtin e tina dhe në gjoksin e tina. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë tadharul fitan wa yakthurul harj wa yuqbadul ilm, shtohen fitnet. Pastaj e ka lidh me vrasjen. Wa yakthurul harj, kur njerëzit s'kan dije, as kanë mundësi mi dallu sendet, yakthurul harj, shtohet vrasja. I thanë ja Rasulullah, mal harj, i thanë ja Rasulullah, çka është harj? Tha el qatl, vrasja. Nuk e din vras i vrami pse është vra, e as vrasësi pse ka vra. Pse s'ka ilm. Nuk ka ilm. Del në protesta, në lloj protesta, dhe nuk e di kush e ka organizuar ata, dhe shkon për bëhet qiri për dikant tjetër, për me përfitu dikush tjetër. Andaj njeriu duhet më kanë shumë si qel, sidomos besimtari, me shtu ilmin e vërtet. E ilmi i vërtet është në Kur'an dhe në hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj ti e shef se Imam Buhariu nuk ka njeri më të mirë dhe më të madh dhe më kolos se Imam Buhariu në hadith. Kjo me pajtimin e gjithë dietarëve. Imam Buhariu kur e ka shënuar sahihun e tina, e ka synue edhe rënditjen e kaptinave të cilat kanë urtësi të madhe. E para prej kaptinave quhet Kitabul Wahi, libri i shpalljes. Pse i pari libri i shpalljes? Sepse nëse njeriu nuk e merr ilmin prej shpalljes, gjithçka çka e quhen ilm ajo nuk është ilm. Po është palavra dhe pralla dhe legjenda të zot, njerëzit mundohen me i shtirë si ilm. Kitabul Wahi. Pastaj në këtë libër ka folë për çka? Për ilmin. Ilmi është prej Allahut, el ilmu qabla al amal, ilmi para se me veprua e kështu me radhë. Dhe interesant, Imam Buhariu Kitabut Tauhid e kalon kaptinën e fundit. E para Kitabul Wahi, kaptina e shpalljes. Kaptina e fundit e Imam Buhariut është Kitabut Tauhid. Disa dietar kanë thonë kjo e fundit ka dash me qenë e para. Çka lip në fund? Mirë po, Ibn Hajar al-Asqalani, dietarët që janë marrë me studimin e thukt të këtij sahihut, saqë Ibn Hajar al-Asqalani 26 vite ka pas shpjegim këtë libër, 26. Dhe e ma men se çka ka shkruajtur në fillim të librit. Do të kemi shpjeguar në fillim të librit pas 20 viteve. Këta janë morë me ilm, këta tjertë mirën me fasad. Andaj neve duhet nëse dojna ilm, mi u kthi
Sahih Bukharit, Muslimit, Tirmidhiut, Abu Daudit dhe fjalëve të Allahut te bareke ve teala. E çka lip Kitabu Tauhid në fund, e Kitabul Wahi në fillim, dietarët kanë thënë, Imam Bukhariu me këta don me na dhënë një urtësi dhe një mësim shumë të madh. Cila është ajo? Ai i cili don me përfundu me tauhid, le të kapet për shpallje. Se nëse nuk kapet për shpallje, s'mundet me përfundu me tauhid. Kjo është ligj. Ai i cili nuk kapet për shpallje, s'mundet me përfundu me tauhid. Sa ai as që ka me njoft tauhidin për shirkut. Si ka mundësi me përfundu me islam kur ti nuk e njeh islamin? Si kena mundësi na me përfundu te Allahu me islam kur na nuk e dina definicionin e islamit? Dhe ka dallim mes definicionit çka na mujna me mendu të islamit dhe definicionit të Allahut. Me shpëtu dhe me hinë xhennet është me përfundu me islamin çka Allah e ka thujt islam, jo çka ti e thon islam. Kjo është dallim i madh. Njerëzit nuk e çojnë kokën për këtë meselë. Po thotë hoxha islam që kjo ka dhe ukrim muhabeti. Nuk më intereson. Kjo nuk është ashtu. Duhesh me u interesu dhe me qeni zëllshëm, me kulmin më të madh, me ambicën më të lartë, me mësu çka është islam për një me, jo çka ti do këtë islam. Me mësu çka është iman për një me, në vërtet, jo çka ti do këtë iman. Andaj e ka thujt Kitabul Wahi, Kitabut Tauhid atë në fund. Pse? Sepse ai i cili e ndjek shpalljen, edhe nëse nuk e çon emrin Tauhid, ai des me Tauhid. Sa që ka për djetarë që ka thojnë se në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk është përmend shpreha Tauhid asnjëherë, po është përmend shpreha Islam. Ata kanë vdek me Tauhid apo jo? Normal që kanë vdek me Tauhid, me njësim të Allahu xhallahu ala. Po nuk e kanë ditë shumica se sahabëve kjo shprehje Tauhid. Ka ardhur më vonë kjo shprehje për me theksue dhe mu përqëndru në thelbin e Islamit. Mirë, po ata kanë dek me tauhid, se kanë dek me shpallje, kanë dek me ata që ka Allahu te bareke ve teala ka kërku prej tyre. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë hadith na e tërheq vëmendjen dhe na i çelësit se njeriu duhet me bë dallim mes shkrimit dhe ilmit. Andaj ka thonë, nuk bëhet kiameti pa u shpërnda shkrimi dhe nuk bëhet kiameti pa u marr ilmi. Që do me thonë, tudijat janë njëna mirët, njëna përhapët, ama kjo nuk është tjetra. Kjo nuk është tjetra. Nuk është shkrimi ilm, e as nuk është ilmi shkrim. Ilmi ka mundësi mu ka njeriu i dishëm dhe kur s'fol. A ka mundësi? Ka mundësi. Se ka pas për djetarve të cilat kur i lexon në historinë e tyre janë kanë kodra të dijes. Djetarët kur në biografinë e tyre, nëse thot dikush, po na nuk e njoft na këta, po s'është kusht me njoft ata ai se s'ka fol, sepse ka pas dijen për veti. Nuk është kusht i dijes me shkrujt. A njerëzit e kanë bërë kusht, nëse shkruan ti nuk di. Kjo që njeriu duhet me pas shumë kujdes dhe me i çelësit dhe mos mu mashtru mas turmeve të mëdha, të cilat nuk bajnë dallimin mes ajo e cila është e vërtet dhe e cila është e kot, vetëm e fladitin njëri tjetrin dhe freskojnë njëri tjetrin me sende të kota. Hoxha ka pru një kaptin tjetër e cila është gjithashtu prej besimeve të fuqishme të Elisonetit, ku ka thonë kaptin me gjiullahi ta'ala yawm al-fasli kema yasha'u lil qada'i bayna al-khalaiq. Kjo është një mesele të cilën hoxha ka theksue dhe pas kësaj ka ardhur një mesele e cila është tepër edhe më e rëndësishme, të cilën do t'ja kushtojna 2 apo 3 ligjërata. Sonde me lejnë Allahu xhallahu do ta sharojna këtë mesele. Cila është meselja? Meselja e ardhjes së Allahu te bareke ve teala. Me gji. Allahu xhallahu kur ta bëjë kiametin vjen për me gjiku mes krijesave. Dhe një numër i madh i filozofave dhe atyre që e kanë përzi filozofien me islam e kanë mohu këtë çështje. Kanë thonë nuk ka mundësi me ardh Allahu xhallahu ala, se për me ardh do të me hec, e Allahu nuk ec. Dhe e kanë përkatësuar Allahun pa qëllim apo dikush me qëllim në pa mundësi për me ec Allahu te bareke ve teala. Elisoneti janë në të kundërtën e kësaj plotësisht. Në të kundërtën e kësaj plotësisht. Dhe ata e vërtetojnë se Allahu xhallahu ala vjen. E që të përmendni prej fjalëve të Allahu te bareke wa taala, dhe ka thënë hoxha kema yasha'u vjen si të doja ai. Kjo rregull të Elisonetit. Çdo sifat, çdo atribut, çdo cilësi Allahu xhallahu ala i përkatësohet Allahu duke mos i përshkruajtur formë, duke mos i përshkruajtur formë as monir dhe as fotografi. Dhe as duke përngjasuar me dikant tjetër. Po e pohojna shprehjen dhe të vërtetën e asaj shprehje duke mos përkatësuar te Allahu xhallahu ala forma dhe fotografia dhe sende të cilat nuk ka mundësi mendja me i kap ato. Ka thënë si të doje
për me gjiku mes krijesave. Domethënë pse vjen Allahu xhallahu ala për me gjikue mes krijesave. Kjo është dita më e madhështore që ka më ndodhur. Dita më e madhështore prej se e ka kriju Allahu xhallahu ala këtë dunjë deri në fund është dita kur vjen Allahu te bareke ve taala. Siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, sepse Allahu xhallahu ala në këtë ditë është hidhruar me një hidhrim çka kur nuk është hidhruar përpara asaj dite dhe as nuk hidhrohet pas kësaj dite. Domethënë është një ditë tepër madhështore. Andaj harresa e kësaj dite do bën me harrue vetveten. Andaj Allahu xhallahu ala ka thënë: "Nesullaha fa ansahum anfusahum." Allahu te bareke ve taala disa njerëz e kanë harrue, Allah e ka bën me harru vetveten e tyre. Çka do të thonë me harru vetveten tonë? Çi harron njeriu vetveten kur e harron ditën e madhe, kur e harron ditën e llogarisë, kur zhitet në këtë dunjë, kur bëhet më i thellë në epshe se sa thellësitë e tokës. Atëherë e ka harru vetveten. A kjo ditë është dita më madhështore? Kjo ditë bën me harru çdo sen. Kur të vjen Allahu te bareke ve taala, kur të paraqitet xhehenemi. Andaj një njeri ka thënë Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu an, ka thënë siflana an-nar, ka thënë hajt përshkruajnë zjarmin, përshkruaje pak zjarmin e xhehenemit te Allahu te bareke ve taala. Ka thënë me pati zjarrin del zemra prej venit. Kjo është zjarri Allahu xhallahu ala. Andaj njeriu në ditën e gjykimit, sikur Allahu mos ta kishte caktuar me vdek, kishin vdek të gjithë për frikës së madhe që ka xhenemi. Andaj kjo është dita më madhështore dhe për këtë ditë besimtari duhet me qenë në gatishmëri shumë të lartë. Pse? Se çdo moment ka mundësi me ndrujet dhe mu takua me ballafaqu me këtë ditë. Jo me këtë ditë të ralt, po në rrugën drejt kësaj dite. Dhe s'ka kthim prapa. Andaj hoxha e ka pru këtë kaptin për me vërtetu se Allahu xhallahu ala vjen ditën e gjykimit. Ka thonë në poezi: "Wa annahu yaji'u yawm al-fasli." Dhe Allahu vërtet vjen ditën e ndarjes. Cila është dita e ndarjes? Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Një grup në xhennet, Allahu na bëf tyre, dhe një grup prej atyre që hinë në zjarr. Dy njerëz, dy kategori njerëz. Janë zjarr, janë xhennet. E Allah e ndan këta, yawmul fasl. Allah e ka thujt dita e ndarjes. I ndan Allahu te bareke. Sot në dunja kur gjasë është e ndame. Njerëzve ju kanë ngatruar çështjet me ngatresat më të mëdha. I miri është i keq, i keq është i mirë. Renacaku është besnik, besniku renacak. Mushriku musliman, muslimani khawarij. Ju kanë ngatruar mesela që s'ta mërmenja. Pse s'kan ilm dhe nuk përgatitet për ditën e ndarjes. E Allahu xhallahu ala ditën e ndarjes i ndan këtë mesele. E naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. A do të bëjnë musliman barabar me kriminalat? Barabar me ata që i cili i ka bën natë ditë Allahu xhallahu ala ortak dhe si ka interesuar çështja e besimit, si ban barabar Allahu këto. Ani pse fetfat e komisioneve të ndryshme i bajnë barabar. Allahu nuk i ka bën barabar. E meselet i ndan Allahu jona. Nuk të ban dobi me të llogarit ti dikush musliman ose ti sije. Është nuk të ban dam me të llogarit dikush kafir ose ti sije. Asnjëra nuk ban dam. As nuk ban dobi rrena. Ekstremal. Njeriu duhet me qenë i kujdesshëm tjetë realisht musliman, e jo me qenë me duart rëkitet e njerëzve. Kjo është shumë rëndësi. Njerëzit mashtrohen me këta. Unë jam musliman se po më thonë tjerë, apo më menojnë tjerë që jam musliman. Kështu nuk shkohet te Allahu xhallahu ala. Kështu te Allahu xhallahu nuk ka dallavera, as nuk i bëhet Allahut korrupsion. La yujaru alej. Allah ka thënë s'munët dikush mu mbrojt para Allahut, nëse ai s'do me të mbrojt. S'munët kurkush. Kështu njeriu duhet më përgatit për ditën e ndarjes. Kema yasha'u lil qada'i al adli, sikur që dëshiron Allahu xhallahu ala për gjykimin e vërtetë. Domethënë Allahu vjen si të dëshiroje dhe vjen për me gjykue. Dhe vjen për me gjyku me gjykimin e drejtë. Ka thënë Allahu te bareke ve taala: "Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal malaikatu wa qudiya al-amru wa ila Allahi turja'u al-umur." Ka thënë Allahu xhallahu ala në surën Al-Baqara: a mos vallë njerëzit janë duke prit vetëm të vjene Allahu, sepse njerëzit janë në huti. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun wa hum mu'ridun. Allahu xhallahu surën Al-Anbiya e ka hap në këtë ajet, njerëzve ju është afru koha e llogarisë. Më morë llogari. Llogaria nuk është si llogaritë kësaj dunjaje. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e ka përshkruajt llogarinë
e ka përshkujt në rrezikun më të madh dhe të merrën më të madh. Ka thënë lejse bejnehu e bejnehu turjuman. Nuk ka mes robit dhe Allahut përkthys. S'ka dikush ndërmjet, me thon, jo s'ka bëu kështu, po ka bëu kështu. Ti me Allahun tan, te bareke ve taala. Andaj kjo është një llogari shumë e madhe, një rrezik tepër i madh. S'ka kush me të shpëtue përveç veprave tua. S'ka kush me të shpëtue përveç veprave tua. Allahu xhallat njerëzit është afru kjo kohë. Ama hum fi ghafla, ata janë në ghafla. I kanë mbulu ghafla. Ghafla diçka quhet mbulesa e cila nuk le me shikue çka ka në realitet. Ghafla i thonë mbulesës së errët e cila nuk le me pa realisht. Wa hum mu'ridun, dhe ka thonë e kthejnë shpinën. A i ki pa njerëzve kur ju fol për ditën e gjykimit. Thon leve ti ditën e gjykimit hac për parojnë këtu në dunja, ha ku kanë shku njerëzit kanë mrin han. Dhe harojnë ditën e gjykimit dhe sendi më i neveritshëm është dita e gjykimit për ata. S'dojnë me fol. Wa idha dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubuhum. Kur të përmendet veç Allahu, neveritën zemrat e tyre. S'dojnë me fol vetëm për Allahun xhallahu ala. S'dojnë me fol për ditën e gjykimit. A kjo dita më e madhe. Dita më e madhe. Allahu xhallahu këtë ajet thot, çka janë të prit njerëzit? A vetëm Allahu të vjena? Domthon, pse nuk prit, pse nuk drejtohen? Pse nuk udhzohen? Pse nuk orientohen ka duhet më orientuar drejt rrugëve të Allahu xhallahu ala? A mos valle pritin Allahun? Hel yanzuruna illa an ya'tiyahumullah, që t'ju vjen Allahu atëra fi dhulalin min al-ghamam. Të ka përmend Allahu xhallahu ala një mesela ku ka thonë vjen Allahu me rrejt, në koment ka ardhur me rrejt e bardha. Me rrejt e bardha. Do me thonë, djetarë kanë thonë, me rrejt pas të cilave, do me thonë, këta rrej bëhen penges dhe mbules që askush s'ka mundësi me pa Allahun te bareke ve taala. Allahu xhallahu ala vjen me rrejt të cilat ja u din realitetin e tyre vetëm Allahu xhallahu ala. Wal malaika, dhe me melaqet e tina. Do me thonë është një skenë tepër madhështore ku Allahu xhallahu ala ditën e gjykimit vjen për me gjykue mes krijesave. Vjen me përgjykue mes krijesave. Allahu xhallahu ala i krijon rrejt realitetin e të cilat e din veç ai, të cilat e mbulojnë shikimin e Allahut te bareke ve taala. S'ki mundsi me pa Allahun te bareke ve taala, po ai vjen. Dhe me melaqet e tina, të rreshtuara saffen saffa, që të vjen ajeti tjetër, të rreshtuara me rreshtin më të ngjeshur, sepse fjala saf është renditje e ngjeshur. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në disa prej transmetime kur ka dalë në namaz ju ka thënë banu ngjeshuni në namaz, tarasu ngjeshuni dhe bane safin sa më të ngjeshur, dhe ka thënë ngjeshuni siç ngjeshën me laçet. Allahu te bareke ve taala i krijon prej kapre me laqeve të tina të shumta dhe i krijon disa rre, apo janë të krijuar Allahu në realitetin e tyre, me to Allahu xhallahu ala ditën e gjykimit vjen për me gjyku mes robëve. Wa qudiya al-amr, dhe përfundon çështja. Përfundon çështja. Wa ila Allahi turja'u al-umur, dhe të gjitha çështjet kthehen te Allahu te bareke ve taala. Në këtë ajet është pohu e yatihumullah, ardhi Allahu, domethënë Allahu vjen. Çish vjen? Nuk e dina formën, ama ai vjen te bareke ve taala. Ka thënë Allahu xhallahu ala ayat tjetër, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuk. Vallë njerëzit, çfarë presin? Që t'ju vinë melaqet apo të vjene Zoti jot? Aw ya'ti rabbuk, që të vjene Zoti jot. Aw ya'ti ba'du ayati rabbik, apo mos vallë presin që të vinë disa ajete dhe argumente të Allahu te bareke ve taala. Allahu xhallahu këto ajete i kërson njerëzit që të kthehen në vetdije, të kthehen në realitetin e tyre, që o ju njerëz. Andaj ka thënë Abdullah ibn Mesudi, ma huwa atin at, ajo çka ka me ardh vjen edhe nëse është e lartë. Kiameti nëse i ka dhe 1000 vjet, mos i ka me ardh si sot më kon. Rreziku i kiametit është shumë i madh. Andaj Allahu xhallahu ka thënë, ma ta'tihim illa baghtatan, nuk ju vjen kiameti njerëzit përveç se befas. A di çka do të thonë befas? Kur kush nuk e pret, vetëm ju vjen. Allahu na rujt. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, la taqumu as-sa'atu illa ala shiraril khalq, nuk bëhet kiameti përveç se tek njerëzit më të këqij. Mirë po, edhe njerëzit e mirë përjetojnë ato katastrofe, se Allahu xhallahu ala i ringjall të gjithë, Allahu i kërson njerëzit. Çfarë presin? Me laçet me zbrit?
apo me ardhë Allahu te bareke wa taala. Pastaj ka thënë Allahu xhallahu ala, wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam, ditën kur qahet qielli me rret. Do të qahet qielli dhe Allahu i sjell disa rre. Wa nuzzila al-mala'ikatu tanzila, dhe zbritën melaqet me zbritjen më madhështore. Zbritën melaqet Allahu te bareke wa taala për me xhikuar. Edhe Allahu gjëra këtë tokë ndron me një tokë tjetër, se këtë tokë është e mbushur me gjuna dhe me mëkate dhe me bëmje ortaklëk dhe Allahu te bareke wa taala. Thot Allahu xhallahu ala, kalla idha dukkatil ardu dakka dakka. Kurse si, kur dridhet toka me dridhjen e saj të një pasnjëshme. Allahu xhallahu këtë tokë ka me dridh një ditë prej ditëve dhe ka me asgjësu dhe ka me kriju tokë tjetër. Wa jaa rabbuk, dhe vjen Zoti jot. Dhe vjen Zoti jot. Domethënë në këto ajete të gjitha që i përmendëm vërtetohet ardhi Allahu te bareke wa taala. Vjen Allahu te bareke wa taala. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Vjen Allahu xhallahu ala dhe melaqet të rreshtuara në mënyrën më përpikt dhe më precize. Allahu te bareke wa taala. Dhe ka thënë Allahu xhallahu ala, wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, dhe ndriçohet toka me nurin e Zotit të tij. Domethënë Allahu xhallahu ala kur të vjen ndriçon gjithçka. Sepse drita Allahu te bareke ve taala është tepër e madhe, tepër e madhe. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e kanë pyet se kur ke qenë në Mi'raj, a e ke pa Allahun te bareke ve taala, hadithin e Muslim, ka thënë nurun anna ara. Ka thënë dritë e madhe, ku ta shoh? Domethënë mbulesa Allahu xhallahu ala është aq e madhe, s'ki mundësi me pa. Edhe pse do ta shohmi në kaptinën e ardhshme se besimtarët do ta shohin Allahun xhallahu ditën e gjykimit në xhennet. Sepse këta ja u mundson Allahu te bareke ve taala dhe ju mundson aftësi tjetër dhe gatishmëri tjetër të cilën e mundson me pa ftyrën e Allahut te bareke ve taala, për ndryshe në dunja s'ka mundësi më pa. Dhe nuk e shohin kurkush përveç atij që ju mundson Allahu xhalla wa azu. Ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, dhe ndriçohet toka me nurin e Zotit të saj. Domthon kjo tokë ka mundriçue me dritën e Allahut te bareke ve taala. Kjo është dita më madhështore. Kjo është dita më madhështore. Në këtë ajete vërtetohet ardhi i Allahut te bareke ve taala. Pastaj thot hoxha, dhe kanë ardhur shumë hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ditën e gjykimit Allahu xhallahu ala vjen. Ditën e gjykimit Allahu te bareke ve taala vjen. Thot nga Ibn Mas'udi radhiyallahu an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yajma'u Allahu al-awwalin wal-akhirin." Thot Allahu xhallahu ala, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu te bareke ve taala i mbledh të parë dhe të fundit. Kjo është dia Allahu xhallahu ala. Prej të parit, Ademit deri te i fundit, nuk e lën asnjë pa e mbledh. Andaj njeriu me jetue me skenat që Allahu i përshkruan në Kur'an, i zvoglohet çdo sprov në këtë dunja. S'ka sprov më të madhe se kiameti. Në kiamet haron të gjitha. Ana pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Mirët njeriu i cili ka qenë njeriu me nimetet më të mëdha, miliarder apo triliarder apo çka thush, apo njeriu i cili si ka pas problem me shifrat e parave, numrat e parave, po ka pas çka ka dëshiruar, dhe i ka pas pallatet e pallatave. Mirët ky njeri më i pasuri në dunjë dhe futet një lahdha, një çast i vogël në xhehenem futet dhe nxjerrët. Dhe i thojnë: "Hel ra'ayta min na'im?" A ki pati dhe njëherë begati, a ki pa knatësiti, lezet, a ki shiju në jetën tane? Ka thonë: "Qattun, kur që kun pa begati, kur që kun pa lezet, kur që kun pa knatësi?" Me një qast. Dhe më dhënë sa vlen kjo dënjo? Po folmi por njërës të cilat kanë me bollëk pafundshëm. Ju ka dhënë Allahu xhallahu ka sprovue me pasurit pafundshme. Me një të hirë në xhehenem i haron të gjitha. Dhe mirët njeriu ma i varfër dhe futet një të hirë në xhennet, vetëm një herë futet dhe nxirret. Edhe i thojnë: "Hel ra'ayta bu'san?" A ki pa dhe njëherë keqti? A ki pa vështirësi dhe njëherë? A ki pa dhe njëherë të lasheti? Ka thënë: "Qatt, kur?" Një hirë në xhennet ja haron të gjitha. Kjo është dita e gjykimit. Kjo është ahireti. Nëse matën punë me të ahiretit, lecohen këta punë. Lecohen punët e kësaj dunjaje. Andaj i shafti sahabët se e kanë shkel dunjajën me kam të tëre. Ama nuk shkelet dunjaja me kam pa jetu me ahiret, pa i pa skenat e ditës së gjykimit. Allahu xhallahu ala e pohon pejgamberi alayhi salatu wasalam se në ditën e gjykimit Allah i mbledh të parët dhe të fundit. Li miqati yawmin ma'lum,
në një ditë e cila është e njohur për Allahun xhallahu ala. Është e njohur për Allahun te bareke wa taala. 40 sanatan, 40 vite, shakhisatan absaruhum, janë të ulur sytë e tyre. Të gjithë njerëzit, me miliarda, me qindra miliarda, i ulin shikimet për Allahu xhallahu ala. Shikone, tash nuk i ulin kokat për Allahut. Tash bëhen me ndjemdhej. Tash e luftojnë fejnë Allahut me luftën më të madhe. Tash njerëzit janë më kryenesh ndaj fesë Allahu xhallahu ala. Janë njerëzit më ignorant ndaj fesë. Ditën e gjykimit e ulin kët kokën. Andaj Allahu xhallahu ala i thot: "Ayna shurakaukum alladhina kuntum tazumun." Ku janë ata ortaklëk që i bashit Allahut me ato zota? Ku është demokracia juve? Hajt nxjerrë tash në shesh. Ku është putja e Abu Jehlit? Ku janë putat e juve? Çka thonë? Thumma lam takun fitnatun illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Allahu xhallahu thot, ata s'kan mundësi me thonë diçka tjetër, sepse janë hutu e janë vetëm se thonë wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Pasha Zotin, o Allah, pasha tyje se na kon mushrik. Allah thot: "Undhur kayfa kadhabu ala anfusihim." Shikone si shërejnë për vetvetet e tyre. Wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Dhe ju kanë hub zotat ku i kanë adhuruar. Sepse atar është el haq, atar është e vërteta me të vërtetin. I vërteti Allahu xhallahu ala me të vërtetën absolute gjikon dhe humbën të gjithë. Andaj njeriu me mendu këtë ditë nuk i stërzmadhon këto sprovat e kësaj dunjaje, po e din se një ditë përfundon. Yawmun ma'lum, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ditë e njohur, dita e gjykimit. Shakhisatan absaruhum ila as-sama'i yantadhuruna fasl al-qada. Shikojnë ka qielli dhe e prisin dhe e presin ditën dhe e presin gjykimin e Allahut te bareke ve taala. Dhe 40 vite, në disa transmetime 50, ama jo me të këtushit, me të atjejit. Jo me të këtushit. Atje që ka numërohet 1 me 1000. Vetëm pritja shumëron. Vetëm pritja 50.000 veta shumëron. 14 vet a shumëron, veç me prit. Kur gjatë tjetër? Nuk vjen Allahu xhalala me xhikue, sepse është i hidhur. Deri që do ta shohmi se pejgamberi alayhi salatu wasalam e lut Allahun te bareke ve taala me anis gjykimit. Nuk i dihet çka ndodh pas, ama as nuk fillon gjykimi, as nuk fillon gjykata. Andaj kjo ditë është ditë madhështore. Thot pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Wa yanzilullahu fi dhulalin min al-ghamami min al-arshi ila al-kursi." Thot dhe zbret Allahu te bareke ve taala me rrejt, të cilat janë me Allahun te bareke ve taala, dhe këtu ku të përmendet me rrejt, të cilat i ka Allahu xhallahu ala, e kujtojnë fjalën e Sufjan ibn Ujainës, njëri prej dietarëve madhështor të hadithit, dhe i cili ka kuptuar hadithin si duhet, ka thënë: çdo vend ku përmendet sifati i Allahut apo diçka që se ka mendja për ditën e gjykimit, çka thojna? Ka thënë tefsiruha qira'atuha. Ka thënë tefsiri kësaj fjale është vetëm me lexu me lanë çështë siç është. Nuk i takon dikujt tjetër me bë tefsir fjalën e Allahut përveç Allahut. Andaj, çish janë këto re? Çish vjen Allahu me këto re? Nuk e dina. Ama vjen Allahu xhallahu ala, sepse është e pohuar në ajete dhe në hadithe. Min al-arshi ila al-kursi. Prej arshit vjen Allahu xhallahu ala në kursi. E ka transmetuar hadithin Ibn Mende dhe ka thënë Imam Dhahabiu, hadithi është hasan, hadithi është hasan i mirë dhe është i vërtet. Nga Abi Huraira, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, hadithi është në Muslim: "Idha kana yawmul qiyamati", kur bëhet dita e gjykimit, "nazala ar-rabbu ila al-ibad", zbret Zoti tek robërit e tij. Zbret Zoti tek robërit e tij. Zbret Allahu xhallahu ala për me gjyku mes robëve të tij. Këtu kjo skenë, zbritja Allahu xhallahu ala është shumë më e madhe se vetë kiameti. Tu sa për dobi. Zbritja Allahu te bareke ve taala me gjyku mes robëve është shumë më e trishtueshme, është shumë më madhështore, është shumë më e madhe se sa vetë kiameti. Kiameti nuk është kur gjë krahasim me zbritjen e Allahu xhallahu ala. Sepse kiameti Allahu e ka përshkruajtur të madhe, ama zbritja e Allahut është shumë më e madhe, sepse nuk e di njerëz ka kanë me shkuë. Përpara e kanë xhenemin dhe përmas i kanë njerëzit. Dhe të gjithë e shikojnë punën e tyre. Edhe pejgamberët e shikojnë punën e tyre. Allahumma nafsi nafsi. O Zot, vetja ime, do me shpëtu vetëm vetë dhe nuk i intereson për tjertë. E njeriu më mendu për këto çaste, e shef se
sa njerëz i mashtrohen me fasadën e jashtme të udhëzimit, ndërsa brenda tyre janë njerëz të zbrazët për udhëzimit. Njeriu nëse nuk i vlerëson ditën e gjykimit, për udhëzimin nuk ka kuptuar asnjë sen. Dhe hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi i shefatit, e kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ku ka thënë alaihi salatu wassalam, yajma'u Allahu an-nasa yawm al-qiyamati fa yaqul. Allahu i mbledh njerëzit ditën e gjykimit dhe thot: Men kana ya'budu shay'an falyatba'hu. Kush ka adhuru diçka, le ta pasoje. Kush ka adhuru diçka, le ta pasoje. Dhe shikoni këtu tash. Këtu vjen në shesh realiteti i fjalës la ilaha illa Allah. Nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut. Hadithin e Muslim dhe Buhari, mundi më u kthi hadithi i shefatit të gjatë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: Allahu jalla wala i mbledh njerëzit ditën e gjykimit dhe ju thot: Shire, nuk ju thot kush e ka besuar Allahun dhe kush e ka besuar dikan prej zotave të shkojë përmas. Jo. Men kana ya'budu shay'an, kush ka adhuru diçka tjetër, apo çka do që ka adhuru, le t'i shkojë pas. Që do me thonë te Allahu mba peshohen punë me adhurim, ka në kja adhuru. Të gjithë e besojnë Zotin, ama jo të gjithë adhurojnë Zotin. Të gjithë e besojnë Zotin, ama disa prej tyre i bën shirk Allahu xhallahu ala, edhe është shumica për njerëzve. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum yushrikun. Shumica njerëzve nuk i besojnë Allahut vetëm duke i bërë shirk. Dojmos. Shumica njerëzve nuk i besojnë Allahu xhallahu ala vetëm se duke i bërë shirk. Fayatba'u man kana ya'budu ash-shams, ash-shams. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e ka adhuru diellin i shkon pas diellit. Wa man kana ya'budu al-qamar, dhe kush e ka adhuru hanën i shkon pas hanës. Wa yatba'u man kana yatba'u at-tawaghit at-tawaghit. Dhe i shkon përmas tagutave ai i cili ka ndjek tagutat. Dhe këtu është e përmend shpreha tagutat. Dietar kanë thonë, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka përmend një herë kush ka adhuru diçka tjetër përveç Allahut. 1. Pastaj e ka përmend hanën dhe diellin. 2. E ka veçuar, e ka konkretizuar. Dhe e treta e ka përgjithësu. Kush do që ka adhuru tagut përveç Allahu xhallahu ala e pason. I shkon përmas tagutit. I shef njerëzit u shku mas demokracisë, Allah e fut demokracinë në zjarr dhe këtë shkon përmas. Firauni shkon në xhenem, edhe i merr të gjithë në xhenem. Komunizmi shkon në xhenem dhe shkojnë adhuruese komunizmi në xhenem. Çdo i adhurum i shkon përmas bashkë me të adhurum të tëre, përveç Isait alayhi salatu wassalam dhe Maryamës dhe çdo pejgamber i cili është adhuruar dhe ai s'ka qenë i kënaqur me adhurimin të se ja kanë bë njerëzit. Nësa çdo tagut tjetër shkon në zjarr bashkë me adhuruesit e tyre. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam thot: "Fa yatba'u man kana wa yatba'u man kana yatba'u at-tawaghit at-tawaghit." Çdo kush i cili ka pasu tagutat, i shkon përmas tagutave. Ditën e gjykimit nuk dojnë me shku përmas. Idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al-'adhab wa taqatta'at bihim al-asbab. Thot Allahu jalla wa ala. Ditën kur pasuesit distancohen prej të pasumve. Sot kitë me duar trokit jemi presi me miliarda njerëz. A ditën e gjykimit ndrojnë meselet. Dojnë mu distancu, nuk munën. I një kanë dunja bashkë, këta shhec një bashkë. Wa ra'u al-'adhab, e shofin dënimin, wa taqatta'at bihim al-asbab, dhe ju këputën lidhjet. Ki i pasumi zdo me pa këta. A nipse janë këto me miliarda. Firauni zdo me pa kërkan, ama me qindra mira i shkon përmas Firaunit. E kështë të merat. Që neve besimtarët duhet me matë meselet me të ahiretit, jo me dunjajës. Ani pëse shkon me miliarda njerëz në lajthitje dhe në humbje. Sepse ditën e gjykimit nuk do mi shku mas, se e shase drejt zjarit e dunis. Mirë po, Allahu e detiron me shku për mas, sepse në këtë dunjaj ka shku për mas. Sot pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa tabqa hadhihi al-ummatu fiha shafi'uha. Dhe mbetet ki ummet. Subhanallah. Këtë ummetit i shkojnë për mas tagutave përveç këti ummetit. Ummetit muslimanve. Apo ka thonë o munafiquha, apo munafikat e këti ummetit. Kjo është dyshim prej transmetuesit. Dyshim prej transmetuesit, dërmjetësuesit apo munafikat. Munafikat Allahu xhelali i mashtron deri në momentin e fundit. Sepse për jashtë kanë qenë me muslimanët, apo e ditën e gjykimit mushrikë dhe kufart, të cilët kanë qenë me milete tjera, me adhurime tjera, shkojnë drejt në zjarr. Munafikat Allahu i mashtron deri në momentin e fundit. Yukhadi'un Allahe walladhina amanu.
ama yakhda'una illa anfusahum, ata mundohen me mashtru Allahun dhe ata që të kanë besu nuk e mashtruan përveç vetveten. Allahu deri në fund i çon me musliman. Kur vjen te sirati, ata bin poshtë, musliman kalojnë ata, Allahu na bën për atë rrezik e kalojnë urën e siratit. Pastaj thot transmetuesi, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fa yatihimullahu ta'ala fa yaqul, dhe vjen Allahu xhallahu ala dhe thot, vjen, vjen ka ardhi Allahu te bareke wa ta'ala, fa yaqulu ana rabbukum, dhe thot unë jam Zoti juve. Kujna ju thot këtyre që kanë mbet, të gjithë janë hinë në zjarr, të gjithë kanë shkuar, kanë vetë dhe disa njerëz. Ky numërim njerëzve normal është i madh. Dhe i thot unë jam Zoti juve. Fa yaqulun, ata thojnë, hadha makanuna hatta ya'tiyana rabbuna, fa idha jaa rabbuna arafna. Thojnë, kjo është vendi jon, çka na të prit. Kur të vjen Zoti jon, na e njohmi. Na e njohmi Zotin ton. Fa ya'tihimullahu fi suratihi allati ya'rifuna fa yaqul. E Allahu xhallahu pastaj ju vjen në pamjen çka ata e njohin. Në pamjen ata çka ata e njohin. Tash parashtrohet pyetja. Cila është kjo pamje çka ata e njohin? Kur sa kanë pa Allahu xhallahu asnjëherë? Ibn Qayyim al-Jauziyja argumentohet me këtë shprehje se ata e njohin me sifate. Jo që e kanë pa Allahu xhallahu ala. Andaj këtu vjen në shesh dhe në del në pah rëndësia e mësimeve të sifateve. Me njoft Allahu me cilësitë e tina. Se ditën e gjykimit Allahu xhallahu i thot unë jam Zoti juve, ata thonë jo. Derisa të na vjen Allahu me sifatet e tina. E njohin Allahu xhallahu me sifate. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam thot fa ya'tihimullahu fi suratihi allati ya'rifuna. Në fotografin pamjen çka ata e njohin. E çish e njohin me sifate. Andaj duhet njeriu me mësu sifatet Allahu xhallahu ala ta njohë ditën e gjykimit. Fa yaqulu ana rabbukum, dhe thot unë jam Zoti juve. Fa yaqulun anta rabbuna fayattabi'una. Dhe thonë ti je Zoti jon dhe e pasojnë Allahun te bareke wa taala wa yudrabu as-siratu bayna dhahray jahannam, dhe vendoset sirati në mes të xhehenemit. Vendoset sirati në mes të xhehenemit për me kalue në xhenetin e Allahut te bareke wa taala. Dhe në këtë hadith pohon disa prej meseleve. E para çka hoxha do me pohu është fa yatihimullah, ju vjen Allahu fi suratihi, me pamjen e tij. Allahu do më dhon ka pamje, dhe pamja Allahu xhallahu është më e bukura. Wallahu jamilun yuhibbul jamal, Allah është i bukur e do të bukurën. Dhe nuk ka bukuri në dunja vetëm sa është gjurmë me bukurisë së Allahu te bareke wa taala. Andaj Ibn Qayyim al-Jauziyja ka përmendur se shpirti i njeriu, shpirti nuk ngopët në bukuri derisa ta shohë Allahu xhallahu ala. A ki po njeriu e ka këtë sifat, ruhi tina e ka një sifat, nuk ngopët me bukuri, do veç me pas sa ma bukur, sa ma bukur. Edhe ushqimet i do sa ma shumë, sa ma të mira. Po ki shpirt me jam mbledh këtë krijesat më të bukura, prap nuk ngopët. Sepse s'ka mundësi me ngop diçka, çka s'ka njeh. Shpirtin asë njofna, çish është i krijuar, si funksionon, si zhvillohet, çka do. E kur ta shohë Allahu xhallahu ala ngopët. Sepse është krijuesi tina dhe është kulmi i bukurive Allahu te bareke wa taala. Andaj në këtë hadith e ka pohue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu xhallahu ala vjen dhe Allahu te bareke wa taala e paraqet vetveten e tij para robëve të tij, dhe e ka përfunduar hoxha me një fjalë të Imam Dhahabiut, ku ka thënë Imam Dhahabiu, Allahu mëshirof, e hadithu nuzulil bari mutawatiratun. Mona men këtë shprehjen e fundit të Imam Buhariut, të Imam Dhahabiut. Imam Dhahabiu është i njohur në mesin e dietarëve, ka qenë historian dhe muhaddith i madh. E ka rujt historinë e dietarëve dhe i ka rujt hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahih, daif, i shpikur e kështë më radhë, është morë me këtë shkencë të madhe të muslimanve. Ka thënë hadithet se Allahu vjen dhe zbret për me gjiku robët e tina janë mutawatira. El Bari është krijuesi. Allahu xhallahu thot El Khaliq El Bari në surë El Hashr. Në surë El Hashr ka thënë Allahu xhallahu El Bari. Hadithet se Allahu vjen janë mutawatira, që të zgudzon më mohue. Në gudzon më mohue. قد سكت طرقها وقد تكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. Ku ka thënë hoxha, vazhdim Imam Dhahabiu, i kam pru të gjitha hadithet
E ka një libër Imam Dhahabiu El-Ulu, ngritja, madhëria e Allahu xhallahu ala. Ati ka përmend se Allahu është i qëndron mbi arsh, Allahu i ka sifatet kështu dhe kështu. Ati ka përmend se Allahu zbret në qiellin e kësaj dunjës, Allahu xhallahu zbret në zbritjen e tina dhe ardhen e tina për me gjiku robt e tina dhe disa prej sifateve tjera të cilat ka përmend. Kjo është një libër tepër madhështor. Këtu e ka pru hoxha një fjalë të tina, ku ka thënë Imam Dhahabiu, i kumbru këtë hadithet me sened për të cilat pyetëm ditën e gjykimit. Domthonjë jam me bindje, e di çka flas, e di çka them. Andaj dhe neve besimtar, themi, Allahu zbret dhe vjen për me gjiku robt e tina dhe na e dina çka flasmi. Nuk e jena të fol pralla e as legjenda, e as enigma as gjexeza. Po këto janë ajete nga ana Allahu xhallahu ala të njoftuara të pejgamberit alayhi salatu wassalam deri tek dita e sotshme. Andaj kjo është mesela që hoxha e ka pruar në këtë kaptin se ehli sunneti qatibatan në përgjithësi komplet pa përjashtim, ata besojnë se Allahu xhallahu ala vjen ditën e gjykimit me rret fi dhulalin, në dhulle, të cilat formën e të cilat e di vetëm Allahu xhallahu ala, me melaqet e tina saffen saffe, të rënditura safe dhe fillon llogaria pas 50.000 viteve dhe do ta shohmë në të ardhmen se Allahu te bareke ve taala ju ka premtuar besimtarëve që ta shohin Allahun te bareke ve taala dhe shikimi Allahu xhallahu ala është sendi më madhështor. Çka thon Ibn Abbasi, hadha ajallun wa a'zam an yufassar. Kur e kanë vetë për shikimin e Allahu xhallahu ala, çish e shohin, çish dokët, ka thonë kjo më e madhe dhe më e rëndë se sa mu bë tefsir. S'bën tefsir, po vetëm aty çka e mundson Allahu xhallahu ala me pa Allahun te bareke ve taala, lutim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu xhallahu ala me mëshirën e tij Allahu xhallahu ala ta kaplon, lutim Allahun xhallahu ala që Allahu ta mundson mi kuptoj ajetet e tina, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të jetojnë në hijen e tyre. Lutim Allahun xhallahu ala që Allahu xhallahu ala musliman kudo që janë Allahu të ndihmon, të burgosur të muslimanëve Allahu të liron. Allahu xhallahu ala zullumçar në mezetit i shpartallon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.